Ndërkohë që aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza po përballet me një fluks në rritje krahasuar me vitin e kaluar, masat për mbarvajtjen e sezonit turistik janë inspektuar nga afër nga kreu i policisë së shtetit Skënder Hita dhe ai i doganës Besmir Beja. Hita tha se është rritur angazhimi i policisë kufitare, ndërkohë që për të përballuar fluksin në ndihmë janë edhe kalimet elektronike, ku madje mosha e përdoruesve nga 16 është ulur në 12 vjeç. Përsa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve. Kjo është vërtet një akses shumë i mirë për të gjithë qytetarët, për të gjithë personat që shfrytëzojnë këtë kontroll kalimi. Hita shtoi se krahas rritjes së numrit të turistëve është rritur dhe goditja e krimeve kufitare, sidomos në rastet përsa i takon trafikimit të lëndëve narkotike apo edhe vepra të tjera penale. Pasi vërtet kemi pasur raste edhe në sasi të mëdha në lëndëve narkotike që tentojnë trafikojnë nëpërmjet aeroportit të Rinasi. Është e rëndësishme që përveç trafikimit të lëndëve narkotike, ne të godasim edhe kontrabandimin dhe migracionin e palishëm, ku ne kemi kontrole të dedikuara në avionët për të cilat fluturim rezultojnë me risk. Do të ketë gatishmëri në lehtësimin e procedurave për sezonin turistik, u shpreh drejtuesi i doganave. Drejtoria e përgjithshme e doganave është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më të shpejtë të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kufitare, por nga ana tjetër të kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn rrugë në Shqipëri. Qoftë nëpërmjet pasagjerëve, pra sektorit të pasagjerëve, qoftë nëpërmjet sektorit të kargos. Ne duhet garantojmë sigurisht që mos shkaktojmë vonesa, të kemi një angazhim maksimal në drejtim të ndërveprimit me qytetarët. Rinasi është përballur me një fluks në rritje të turistëve, sidomos ato të huaj. Pika e kulmit për sezonin ka nisur që në muajin prill, ndërkohë që gjatë verës numri i qytetarëve të përpunuar në pikën e kalimit kufitar ka qenë rreth 30% më shumë se vitin e kaluar.